Atëherë meti e shohim se kamioni i cili është mbrapa meja aktualisht i ka marrë vetë se 6 shtretër, rreth 6 shtretër nga klinika e pediatrisë, me njerë pas raportimit ditën e djeshme, pra që është bërë edhe publike në rrjetet sociale gjendja e sanitarismën temi brenda kësaj klinike ku trajtohen fëmijët, ku edhe tashmë vetë se janë larguar pra shtretrit të cilët nuk ishin në gjendjen e duhur. Pra patëm prend që janë ankuar përveç Aulon Mustafës, e cila e bëri vetë se publike këtë rast, gjatë ditës së sotme ne kemi pas mundësi që të kontaktojmë pra edhe me prindër të tjerë dhe të shohim teksa delin nga klinika e pediatrisë, duke thënë se kushtet në fakt të cilat janë brenda kësaj klinike janë pikërisht ashtu siç janë përshkruar edhe nga postimi i Aulon Mustafës, pra e cila tha se përpos pra pajisjeve të cilat janë të vjetra dhe nuk i përkojnë pra kushteve cilat duhet janë brenda një klinike ku trajtojnë fëmijët, thanë se edhe sjellja e stafit mjekësor është po ashtu e njëjtë. Dim se gjatë ditës së djeshme, pra Qendra Klinike dhe Universitare e Kosovës, saktësisht drejtori i QKK-s, ka marrë vendim që të formohet një komision ad hoc ku do të bëhet pra i gjithë vlerësimi i situatës, duke u bazuar në ato se çfarë janë publikuar në foto dhe sigurisht se është konstatuar në fakt se fotografitë cilat janë publikuar pra janë të bazuara dhe janë verifikuar edhe problemet e tilla, edhe sa i përket sanitarismit, po edhe sa i përket stafit, pikërisht për shkak të sjelljeve të cilat zonja Mustafa pra i kishte raportuar përmes një postimi në rrjetin social Facebook, sa i përket sjelljes që patën stafi mjekësor, komisioni ato pra drejtoria e QKK-s më saktësisht ka marrë vendim që 4 infermiere të suspendohen përkohësisht nga puna, ndërkohë nga krejt kjo situata ka pësuar edhe një punëtor teknik pra që merret me higjienën e kësaj klinike, pra klinikës së pediatrisë, duke u pezulluar po ashtu përkohësisht nga puna, e një fakt i tillë në fakt është komentuar edhe nga analistë cilët merren pra me çështje të shëndetësisë, mirë po edhe nga deputatët të zgjedhur, duke kritikuar se si ka mundësi që një punëtor teknik për hallka e fundit sipas tyre të dënohet dhe të marrë përgjegjësi për këtë rast, kur sipas tyre pra është personi i fundit që duhet të gjykohet sa i përket situatës që është krijuar në klinikën e pediatrisë. Vlen të theksohet se gjatë kohës sa kemi qëndruar këtu, pra me njerë pasi e pam praninë e medjave, stafi mjekësor u mundua që në një farforme pra të pezulloj përkohësisht largimin e shtretërve të dëmtuar për t'i vendosur më pas në kamionin ku më pas nuk dihet se ku shkojnë dhe a do të zëvendësohen apo jo. Megjithëse, me qenë se është një prani konsiderueshme e medjave prezente, vazhdoi pra edhe puna pra shtretërit u larguan nga klinika e pediatrisë, nuk dihet nëse edhe më vonë do të ketë largime të tjera të pajisjeve që ndodhen brenda QKK-s, të cilat nuk i përkojnë pra kushteve që duhet, kushteve bazë që duhet janë brenda klinikës. Megjithatë, në lidhje me krejt këtë informacione për t'i konfirmuar, ne kemi tentuar që gjatë ditës të flasim edhe me drejtoreshën e klinikës së pediatrisë, mirë po gjatë ditës së sotme nuk është prononcuar për media, në fakt as përmes telefonit, ashtu siç edhe kemi tentuar që tash disa orë nga mëngjesi. Për gjitha informacionet e tjera, sigurisht se do të kemi edhe materiale të tjera të përgatitura. Shumë faleminderit Blerta për gjitha këto informacione që na solle drejt për drejt nga obori i klinikës së pediatrisë në QKK, ndërsa ne të nderuar shikues